Mirë po, lëvizjen vetëvendose e shoh edhe njerë si në drejtuese të kësaj komune në 4 vitet e ardhshme. A ka rëndësi? Po. Më lejon për zgjedhjet, një 3 fenomene i kisha përmendur shkurt. Patjetër. Bastionet. Unë shpresoj shumë që do t'i kalojmë bastionet dhe disa kryetarë të komunave që për vite apo partitë caktuar të cilat kanë qeverisë me qytetet. Është shnosh kjo. Caktuar, kjo absolutisht nuk është shnosh, përkundrazi është shumë e shëndetshme nëse ka ndryshime, edhe për demokracinë, po edhe për mirë qeverisjen. Pika e dytë është janë gratë. Fatkeqësisht ne nuk do ta kemi asnjë grua kryetare të një qyteti në Kosovë. Kësaj radhe ne kemi parë që i kanë vendosur disa kandidate gra, po kryesisht në qytete ku partitë nuk kanë shansa për ta fituar garën. Kemi postas para 4 viteve. Zgjedhore, edhe ma keq tash, edhe mas 4 viteve. Domethënë elektorati në Kosovë ende nuk është pjek për me pas gra kryetare të komunave, sado që kemi pas shpesh gra kryetare të shtetit. Jam befasi e mirë 2 gra të PSD-s, të cilat vërtet e kanë dinamizuar fushatën zgjedhore në qytetet ku ato garojnë. Besa Shahini është një kandidate e fortë, edhe siç tha kolegu, fatkeqësisht asaj na i mungon një brend partia, sepse ajo kishte mujt me qenë kryetare shumë e mirë në të gjitha qytetet e Kosovës. A mendoni që PSD-ja mund ta kapitalizoj këtë kreativitetin në vota në asamblej, ta luaj atë lojën? Nuk ka figurat forta për kandidat për asamblej, për post kryetare, nuk besoj. Ndoshta në Prishtinë janë disa gjasa të mëdha me drejtu Kamenicën, do të isha i lumtur nëse